Të gjithë njerëzit e suksesshëm dhe të pasur që përdorin suksesin e tyre për të ndihmuar jo vetëm veten, shoqërinë madje edhe komunitetin janë të çmuar. Struka ka individ që përfaqësojnë këto vlera. Ato jo vetëm që kanë arritur sukseset në biznes, po madje kompanitë e tyre janë bërë institucione. Ka njerëz të veçantë sepse sukseset dhe pasuria e tyre nuk shfrytëzohet vetëm për interesat personale, por edhe për kauza më të mëdha përtej familjes. Nga këta individ është edhe mendyqyra i cili përveç suksesit ka një qasje që bën dallim në biznes. Dhe unë personalisht e falenderoj që sot pranoj ftesën dhe të jetë pjesë e emisionit Ritmi i ditës. Kënaqësi. Në këtë takim kaq të veçantë, pasi neve bën ftesë tek zotri Mendiu për të qenë pjesë e këtij emisionit, interes kishin nxënësit e shkollës të mesme Dr. Ibrahim Temo për të parashtruar pyetjen gjatë rrugtimit tuaj si një biznesmen i suksesshëm i një qyteti kaq të vogël. Unë faktikisht kam lindë në një fshat të vogël, për një familje mesatarisht e varfër apo ta quaj të pasur, ku prindet kishin 7 fëmijë, unë isha i 5-ti dhe kam jetuar në atë fshat ku shkollimin fillore kam kryer aty. Mandej shkollimin 8 vjeçare 4 vite në një fshat tjetër Dollogosh, që këtu dua të përmend për arsye se ne bëshim si fëmijë një rrugë të gjatë, 6 kilometra në ditë vajtje dhe 6 ardhje, 12 kilometra në shi borë edhe në kushte shumë të vështira. Këtë e thash që t'jap një mesazh për të rinjtë e tanishëm, sepse ne për shkollim kemi vuajtur duke ditur që infrastruktura atëhershme ishte shumë e vështirë dhe duheshte për çdo ditë të thonim në këmbë. Mandej mbarova shkollën 8 vjeçare dhe për fat të keq struga nuk kishte paralelen e gjuhës shqipe aq sa duhej dhe unë vazhdova shkollimin e mesëm në Dibër. Në vitin 79-80 u regjistrova në Prishtinë, në Fakultetin e Agronomisë, ku mbarova vitin 84-85 dhe mendoj ishte koha, periudha më e ndritshme, më interesante, sepse në atë kohë ka qenë, mendoj që faza më interesante gjithë popullit shqiptar, ku shpërthyen demonstratat. Dhe kujtimet më të mëdha që më kanë mbet gjatë asaj kohe sigurisht janë demonstratat dhe jeta studentare. Mandej vazhdova në Zagreb postdiplomike, turbullirat e atëhershme që ishin sistemit politik arritën që po në atë kohë 89-91 ku kam qenë në postdiplomike në Zagreb, nisi lufta në Zagreb dhe në Kroaci në fakt. Dhe në vitin 91-92 u ktheva në Struk, duke lënë paraprakisht Prishtinën, Kosovën, ku aty bashkëshortja ime Burbuqa punonte si profesoresh në Fakultetin e Bujqësisë dhe me mbylljen e fakulteteve ose masave të dhunshme të Serbisë në atë kohë u obliguam, u detyruam të vim në Struk të jetoj. Dhe aty fillova dhe nisa biznesin dhe kjo ka qenë nisma e parë që vitit 92-93 ku kam hapur në atëherë një kompani, ku kam pas qenë një këmbimore në atë kohë ishte si veprimtari e parë dhe agjencion për patundshmëri e cila vazhdoi tutje dhe sot e kësaj dite në drejtimin e patundshmërisë dhe ndërtimtarisë. Do filloj unë me pyetjen time të parë, ku është një nga pyetjet pothuajse na intereson një pjesë të mirë të popullatës. Pse mundoheni çdo herë të anashkaloni të quajtur milioner, juve më vetë se keni arritur këtë stad të jetës? Modestia juaj është pjesë e karakterit tuaj ose? Po besoj, duke u nisur nga jeta ime prej familjes të cilës rrjedh dhe për shoqërisë që rrjedh, që është
në përgjithësi, shoqëria kombi jonë ka qenë i tillë, domethënë jo që ka pas një stad ekonomik të rritur dhe modestia është e theksuar. Dhe besoj që kam trashëguar edhe une nga shumë të tjerë shqiptarë të cilët janë modest, flas për pjesën më të madhe. Ka edhe të tillë që jo. Mendoj që modestia është vlerë dhe milionat, po milionat tani nuk janë shumë me rëndësi, sepse keni arritur. Miliona kanë gjithë tani shumë veta, por nuk se jam modest në drejtim, si ta them, ta shpjegoj. Kur keni startuar, juve keni startuar me qëllim për të pasuruar faktikisht, për të krijuar një biznes suksesshëm për ju, për familjen, për komunitetin, për shoqërinë. Sa vjeç keni qenë kur arritët? Kur e quajtët faktikisht veten milioner? Edhe pse juve nuk e quajni asnjëherë, por kjo pak duhet të kaloj pi modestisë nëse e them. Sa ishte mosha kur ju arritët të quajni një biznesmen i suksesshëm? Po, biznesmen i suksesshëm kam qenë moshën 30, mendoj 31, 32 vjet, kam filluar, dhe me 35 vjeçar kam qenë aty ke optimalja si biznesmen që mund fillova të dallohem si afaristi i suksesshëm. Andaj pjesë më të madhe, andaj mbas 35 e sipër sigurisht atëherë krijohen edhe bazamenti kryesor edhe rritesh më shpejt, ke përvojë më shumë, ecën më shpejt. Një vizion pak më të qartë. Po, sigurisht. Ju keni studiuar për agronomi. Si u gjendet në biznes? Janë dy fusha shumë të ndryshme. Agronomia, fakulteti i bujqësisë, në fakt, agronomia në Prishtinë ishte një fakultet i kombinuar. Faktikisht ishim ekonomiko-bujqësor. Por unë kam pas edhe një ndoshta trashëgimi, ta them, prej familjes, sepse edhe se ishim në atë kohë është një tregti shumë e vogël, por familjarët e mi merreshin me tregti edhe unë si fëmijë kam qenë gjithmonë pranë tregtisë. Domethënë ne kemi marrë me gjëra të vogla sigurisht në atë kohë, më shumë bujqësore, por edhe blegtori, por kishin të bëjnë pak me biznesin, mandej pjesa tjetër normalisht rrethanat më obliguan që futëm aty se mendova që aty është më mirë. Besoni në fat? Po, patjetër. Fati është shumë herë edhe t'jep psikologjikisht, t'jep motiv, t'jep guxim, të mban me shpresë, sepse fati nga njerë ndoshta rastësisht ka ardhur, por ajo të mban gjallë. Cila ka qenë vetyra juaj e ëndrave në rini? Rinia ju jeni të ri dhe gjithmonë janë dëshira shumë të mëdha, por ne ëndronim atëherë për ndonjë veturë. Unë sigurisht kam pas ëndër veturën Jaguarin dhe ajo më ka mbetë edhe si simbol i kompanisë. Më thënë, duke marrë parasysh që është e veçantë nga të tjerat. Tek ne zakonisht rinjt atëherë i parapëlqenin Golf, Mercedes e tjerë. Unë kisha një dëshirë të veçantë. Bile kur jemi këtu, desha ta bëj një... Ju sigurisht për ju që jeni tri, por Arber Xhaferi ishte atëherë shumë një politikan shumë i mençur. Edhe ai bote Barcoleta. Dhe thonte, unë jam kryetari partisë PDSH-s në atë kohë, thotë edhe kryetari do të ketë një makinë të Jaguarit, se dhe ai pëlqente shumë Jaguarin. Dhe do të bëjmë një gjë, thotë, ose ti të bësh kryetari partisë, ose të ma japish Jaguarin. Sigurisht këto e thonte me si Barcolet, jo që e kërkonte, dhe sigurisht përgjigja ime ishte që ajtë mbese kryetar, se unë nuk mundesha të bëjmë kryetar, se s'kisha ambicie dhe mbet kjo. Dhe me thënë, kjo është e gjitha që dëshirat ishin në atë kohë e madhe, të mëdha, por as që kam menduar se do të vije një kohë ta blej një Jaguar dhe ta kem si dëshirë që e kam pas si rini dhe në vazhdimsi.
Është qyteti juaj preferuar Struga dhe a i zëvendësoni shpesh me Shkupin? Obligativisht e zëvendësoj me Shkupin, sepse kam edhe obligime atje, por sigurisht që Struga është qyteti preferuar, jo se unë kam lind këtu. Kam lind fakt në fshat, por jetoj në Strugë dhe them që Struga është e veçantë. Shpesh e them që Zoti kur e krijoi botën, i hodh gjithë pjesët në për gjithë botën, pjesën më të mirë e rryti për në Strugë, edhe hodh këtu. Një njeri i pasur kur i bën pushimet, keni ndonjë vend të veçantë që i bëni me familjen apo me gruan? Preferenca ime është pushimet t'i bëj sigurisht në Shqipëri, sepse mendoj që edhe ka atë pjesën e bukur për të pushuar. Zakonisht pushimet janë të ndrosh për ditëshmërinë, jo që duhet të shkosh në një vend shumë luks që të pushosh. Ne, edhe unë, po edhe bashkëshortja im, bile sa jo është më modeste se unë dhe nuk preferon që të shkojmë diku në vend të përshtatshëm që tregojmë me foto nëpër Facebook dhe nuk e preferojmë një gjë të tillë, megjithëse kemi qenë disa vende të bukura, Francë, Itali e diku tjetër, po jo diçka ekstra. Me që përmendet edhe buçën tash, kam një pyetje kështu pak si me spejt, ziheni shpesh me buçën? Po, jeta bashkëtorë e ka atë, sigurisht që ne bëjmë edhe debate, edhe kemi ta quajmë zihemi. Mos përputhje mendimesh kur kemi të bëjmë me fëmijët për shkak mendimeve të ndryshme se si ku do të vazhdojnë shkollimet ose sa janë ata të disiplinuar ose kush je përparësi kujt e tjerë. Por ekzistojnë gjithmonë dhe është mirë që ekzistojnë. Ne, jo vetëm ne, po besoj gjithë jeta bashkëtorë, bashkëkohore duhet të jetë e tillë që të ketë edhe një mendim ndryshe dhe përplasje dhe besoj që ja kalojmë mirë. Pasi ra fjala edhe për tek tre fëmijët tuaj, mendoni që ëmbla është pika juaj më e dobët? Po sigurisht, ëmbla është pika ime e dobët për arsye se dy fëmijë tjerë të cilët kanë lind më herët dhe në kohë kur unë isha i angazhuar shumë dhe e kam përcjell rritjen e tyre. Tani kur ëmbla lindi dhe ishte vogël e përcollëm në rritjen e saj dhe ajo merrte pjesë në manifestimet ndryshme, i kemi përcjell dhe kemi shiu jetën e saj dhe rritjen e saj. Zakonisht njerëzit që merren shumë me biznes, për fat të keq nuk arrin dot të shijojnë rritjen e fëmijëve ashtu si duhet për shkak angazhimeve. Por ne me ëmblën e bëm plotësimin e asaj zbrastire që kishte qenë më herët me dy fëmijë tjerë, Altrimit dhe Lumbit. Tani që e shihni veten tuaj në këtë pozicion, a do të kishin ndryshuar diçka? Sigurisht që njeriu vjen këtë jetë për të realizuar shumë dëshira dhe jo gjithçka parashikon çfarë mund të realizoj. Unë mendoj që kam realizuar atë që kam mundur. Ka pas vend për bërë më shumë. Sigurisht po t'isha kthyer do të kisha bërë më shumë, do të kisha ditë më mirë çfarë do të bëj edhe kjo çka kam përjetuar përvojën tani deri këtë moment që kam arritur, do ta kisha aplikuar, do ta kisha kompenzuar me gjërat që si kam bërë. Po përsëri jam i kënaqur me atë dhe edhe dështimet edhe atë që gjatë jetës sime në përvojën shumë vjeçare të biznesit më ka ndihmuar që të jem ky që jam. Normalisht që njeriu gjithmonë kërkon më shumë se aq që ka bërë dhe mundohet të bëjë më shumë, duhet të shfrytëzojë kapacitetet maksimalisht, gjithmonë mundet më shumë, duhet të ketë guxim, dëshirë, pasion, gjithë këto janë gjëra që duhet t'i ketë me vete, duhet t'i ushqyje vazhdimisht me energji pozitive dhe besoj që ja arrin. Çfarë është diçka që e këshilloni veten tuaj vazhdimisht? Po këshillat tani mu më shumë këshillojnë tjerët, faktikisht ka dhe bashkëshorte dhe kemi edhe drejtorë edhe këshilltarë, por
këshilla im është që të bëj punën ashtu si duhet, t'jem korrekt me të gjithë, të mundohem që t'jem sa më modeste dhe të ndihmoj sa mundem, të bëj gjërat të cilët tjerë si kam bërë, sepse te afaristët, te biznesmenët sigurisht thonë që i shohin gjërat ato që si shohin të tjerët. Dhe mundohemi vazhdimisht që të shohim atë që çfarë do të ndodh pas 5 vite, ose 10 vite, ose 15 vite tjera. Domethënë kjo është një përparësi e afaristëve të suksesshëm. Tani, kur them të suksesshëm, nuk vlen ajo vetëm për mua, vlen e plot tjerë afaristët të cilët kanë suksese. Ne jemi njerëz të cilët nga paraja bëjmë para dhe vazhdojmë të punojmë sigurisht edhe për vete, për familjen, për shoqërinë, për shtetin, për kombin e më gjërë. Sa e rëndësishme është intuita në biznes dhe si e përdorni atë? Sigurisht intuita është e nevojshme dhe zakonisht biznesmenët e kanë atë intuit dhe e përdorim normalisht që ajo vjen, është instiktivisht, vjen jo që ne duam, po vjen ajo si dhunti. Gjithmonë e kemi përdorë dhe besoj që mendoj që të arriturat që vinë në biznes, vinë nga intuita, ne mundohemi t'i bëjmë kushtet e favorshme për vendin ku jetojmë. Pa marrë parasysh që ka pengesa, ne kemi pengesa të lloj-llojshme, përveç atyre administrative, shoqërore, infrastrukturore, etj. Sepse ne jetojmë megjithatë në një shtet si Ballkani Perëndimor në përgjithësi, jo vetëm Maqedonia, ka probleme infrastrukturore, ka probleme që ka dalë për një sistemi, ishtë sistemi komunist, nuk është edhe adaptuar ashtu si duhet në raport me shtetet evropiane të cilët kanë sistem kapitalist për më herët dhe ne duhet të adaptohemi. Gjithë këto duhet të dal nga dal të shohish edhe si ti me intuitën tënd të arrish ti adaptohesh dhe të përshtatesh dhe ti materializohesh, ti kapitalizohesh për vete. Si keni arritur të ndërtoni qëllimet e një biznesmeni? Po tani e thash edhe më herët, dhe më thonë, qëllimet vinë dal nga dal sipas rrethanave. Tani ne i parashtrojmë një qëllim, parashohim një plan se si ku do të arrijmë, por gjatë rrugës sigurisht edhe ndryshojnë. Me ndryshimin e rrethanave dhe ndryshojmë edhe ne. Normalisht që parashohim që kemi një cak, kemi një objektiv, se ku duhet të arrijmë dhe këtë e bëjmë dal nga dal, por normalisht jo vetëm. Në biznes duhet të krijohet një sistem. Edhe unë nga fillimi kam bërë një sistem ku sistemi është fakt një piramid, ku krijohet, ku është udhëheqësi i lartë, ku jam unë, dhe mandej vinë edhe sektorët tjerë të cilët e shtyn përpara kompaninë. Normalisht që të krijohet bazamenti i fuqishëm që të qëndrohet shumë gjatë dhe për të ecur përpara. Këtë e kam bë dal nga dal, me përvojë, me guxim, me intuit, me gjithë këto, domethënë i kam kapitalizuar, i kam materializuar dhe kam bë një sistem i cili është stabil dhe shpresoj që të vazhdojë në këtë formë. Zakonisht biznesmenët janë të bllokuar duke bërë kalkulimet e kompanisë të tyre apo për një biznes tjetër që sjell fitime. Kurse biznesi ju edhe ju si person keni një kahje ndryshe. Ju keni arritur që tani më kompaninë tuaj ta çoni si institucion për arsye se ndihmoni shoqërinë, kulturën dhe mjaft evente kulturore. Pse pikërisht, çfarë ju shtyn në këtë aspekt? Tani, të mirët materiale krijohen, thash edhe njëherë, për familjen, por krijohen edhe për shoqërinë. Tani, ato të mira nëse nuk i menaxhon ose nuk i shpërndan pak, për të dashur, për të pas një kënaqësi shpirtërore, por jo vetëm, domethënë që don që diçka zhvillohet më shumë rreth asaj ku je ti.
Normalisht që një pjesë të mjeteve i dedikohen edhe artit, kulturës, sportit, zhvillimit, institucioneve ndryshme, ku ka mundësi njerëzit në nevojë. Gjithë këto janë pjesë e asaj që ka arritur. Jo vetëm të arrish në një zhvillim të kompanisë, por edhe pjesën tjetër, mendoj që zhvillimi i kompanisë vjen me gjithë këto pjesët anësore, të cilat janë ato që përmenda. Dhe kjo më bën të lumtur, më bën shpirtërisht shumë mirë të ndihem, plotson ato zbrastirat. Tani ju e dini se prej Strugës një urë që është që në investimin e kompanisë, ta them kështu sinqerisht, po dalë për modestisë, se kënaqësia më e madhe është kur shoh shumë njerëz gjatë verës, por edhe gjatë dimrit, po sidomos gjatë verës, të rinj aty kur bën një foto, kur ti ndihesh shumë i lumtur, që ato ndihen shumë mirë, që jep diçka rezulton pozitivisht për qytetin tënd, për gjithë ato që vinë, një kënaqësi. Besoj që edhe qytetarët të falenderojnë në këtë rraf për rurën, për aktivitetet kulturore, se ne tani dim që juve jeni përkrahja e mjaft festivaleve në qytetin e Strugës, si këtu Struga Fest, apo edhe festivalit të fëmijëve Peshku i Art. Cili ka qenë momenti më emocionues me ekipin tuaj? Futbolli se di tani sa jeni të kyçur, po jep emocione vazhdimisht, domethënë dhe kur lozim, edhe kur s'lozim, e kur përgatitemi për të lozë, domethënë lojrat e ekipit, por gjithsesi është momenti më emocionues ka qenë kur jemi fut në ligën e parë të Maqedonisë, një gjë e papritur për një provincë siç është Struga, për një qytet aq i vogël, por për një ekip aq e re, domethënë atëherë kemi pas veç 4 vite. Dhe vazhdojnë emocionet kur ne u bëm kampion njerë, pa u bëm kampion e herën tjetër. Kemi lozur jashtë shtetit, kur ne shohim ati jashtë që ekipi lunë me ekipet të mëdhaja, të cilët për shembull kemi luajtur me ekipin e Slavon Bratislava, e cila është ekip që lunë edhe me Bayern, lunë me ekipe shumë mëdhaja, ka luajtur me Barcelonën, ka mund Barcelonën, edhe kur e mendon që një qytet i vogël, një ekip e vogël, ka dalë jashtë edhe lunë me një ekip aq të madhe, është emocion i veçantë, i papërshkruar. Ke ndonjë biznes që të ka dështuar në jetën tënde? Flet zotëri Mendiu për dështimet e bizneseve. Në biznes është kështu tani, thonë, jo gjithë vezet i vjen me një sport. Se po rrëzohet sporta, atëherë i them të gjitha. Edhe i ndanë vezet në për disa sporta. Një ndër ato ka qenë, domethënë, të kemi edhe veprimtari të ndryshme. Dhe në vitin 2009, fillimi 2010, u futa në fushën e mediave, ku hapa një televizion, i cili jetoj 2 vjet, një televizion të Valb në Maqedoni, dhe mendoj që ishte investimi i cili mandej për shkak rrethanave politike, dështoj si i tillë dhe është projekt i cili kam dështuar në fakt një investim kot, por nga ajo kam nxjerrë sigurisht shumë mësime dhe mund ta quaj që nga dështimi nga njerë përfiton dhe e merr atë më të keqen dhe mendoj që ai dështim tani më ka bërë që të ngrihem, se nuk është jo që unë materialisht kompania ra, por në një farë mënyrë kishte një ngecje, një jo rezultat sa duhet. Të kalojmë pak për t'ju dhënë të rinjve një mesazh. A është e rrezikshme tendenca të bëhesh i pasur brenda një periudhe të shkurtër? Për këto kriptovalutat na jep se zakonisht rinia tani është drejtuar në një rrugë ku thjesht shohin të jenë njerëz të pasur para suksesit. A shkon reciprok suksesi dhe
pasuria? Për të bërë i pasur me njerë, sigurisht është rrezik. Për të bërë i pasur do të kesh një bazament, do të krijosh një strukturë dhe të jesh i sigurt. Po u pasurove shpejt, sigurisht që ka mundësi të dështojsh, sepse ajo piramid mund të bie shpejt. Këto kriptovalutët me që janë virtuale, nuk preken, unë gjërat që nuk preken shumë pak u besoj. Megjithse tani janë shumë aktuale në gjithë botën, bëhet pagesa pa e prek dhe mirë po ka pasojat e veta. Ju si dia keni dëgjuar, ka pas raste ku me miliarda vlera për monedhe për të kriptovalutëve kanë dështuar. Për një moment vjen një dikush i merë 1 miliard, ose 5 miliard, ose 60 miliard dollar në kriptovaluta dhe nuk është askundi, do më thonë e heqë vetëm atë prizën atje dhe unë mbyll. Akoma nuk kam besim fort, sepse ne në ekonomi kemi mësuar që valuta ose monedha për pagesë është ajo monedha e cila është mbuluar me arë, do të thënë është e mbuluar nga shteti, për sa ka prodhon monedha, aq duhet të ketë edhe mbulesë. Nëse s'ka mbulesë, atëherë vjen deri te inflacioni etj. Për ato kriptovalutat kanë inflacion, sot janë për shembull $10,000, nesër 12, që është pa kuptim, një rritje marramendse të bëhet. Kjo është një formë nuk më pëlqen. Ju vazhdoni të qëndroni besnik punës. Po, sigurisht. Akoma mendoj që janë piramida bashkore, ta quaj ashtu. Nëse do fillonit nga e para sot, çfarë do bënit ndryshe? Cila do ishte këshilla juaj që do na jepni ne si të rinj për të pasur sukses dhe për të pasuruar? Nëse filloj nga fillimi, nëse janë kushtet e njëjta që kanë qenë, sigurisht që pak do të kisha bërë ndryshime, por nëse filloj tash nga ky moment që është, sigurisht do të bënja shumë gjëra tjera, sepse ka rrethana të reja. Unë vi nga një sistem ish monist, se ju nuk pak e njihni, dhe më thënë ka pas sistemi centralizuar ka qenë. Edhe nuk ka pas drejt biznesit hece për para, dhe më thënë s'ka pas treg të lirë, ka qenë centralizuar dhe mandej kemi arë në një sistem shumë partijak, ku ka qenë bas kryesore, tregu i lirë është si kategori kushtetuese, ku aty fillon zhvillimi i biznesit dhe zhvillimi i kapitalizmit. Dhe atëherë ishte shumë ndryshe, se ne vishim për një sistem dhe ishte pa kuptum, nuk mund ta kuptonjim ne se si mund të bëhet një shtet monist tani të bëhet kapitalist. Dhe tani po të isha tash, sigurisht që kisha fillu ndryshe dhe me kushte tjera, me pak presion politik, se në atë kohë kishte edhe presione politike, sepse jo shqiptarët mundeshin të hapin kompani, të zhvillohen etj. Por tani e kisha bën ndryshe, sigurisht kisha startu me kushtet më të mira dhe kisha ecë shumë më përpara. Por këshilla ime për ju të rinjt është që të keni prej tani objektivin se ku doni të shkoni. A doni të bëheni drejtor, a doni të punoni si punëtor, se zakonisht shkollat, për fat të keq që unë jam kundër këtij sistemi të vjetër, duhet të reformohet sistemi arsimor, që nëpër shkollat, nga shkollat e mesme duhet të ketë shkollat veçanta, të cilët njerëz do të ecin dhe të bëhen drejtorë. Për fat të keq akoma tek ne, gjithë rrezullin toksor, nuk ka shkolla vetëm për drejtora, për udhëheqës. Dhe duhet të ketë të tillë që të fillojnë kush, sigurisht me parametra të veçanta, të cilët të futen për teste të veçanta, të japin atë suksesin paraprak dhe të futen në ato shkolla që të jenë drejtor. Dhe mundoheni gjithmonë që mos punoni vetëm për pagë, por shihni për te pagës. Mos kënaqeni vetëm me pagën. Dhe më thënë, të kërkoni diçka më shumë se paga
Më shumë se paga është, domethënë të punojsh përveç pagës, shohësh diçka tjetër, të menaxhosh diçka tjetër, të krijosh para. Por jo për para. Se me para duhet bësh para. Por po të punosh vetëm për para, dhe të shkosh të punosh për një pagë, për një rrogë, edhe aty do të mbesish. Por po duhesh që ti ato para pak që do t'i kesh ose do t'i marrësh dikun, ti investosh që ato të sjellin paratë, që ti të bëhesh mandej një menaxher, një drejtor, një drejtues i mirë, por kjo është sigurisht po të kesh edhe guxim. Guximi është kryesori, sepse thonë që duhet për të pas guxim, duhet të lësh, mos kesh frikë nga ajo çka do të ndodhe nga humbja. Po tjetë humbja, mendon që humbja dhe tjetë, frika dhe tjetë më e madhe nga humbja, atëherës nuk do të kesh mundësi që të ecish përpara për të përfitu, për të rritë, për të bërë një biznes që atë që dhe ta kishit dëshiruar. Nëse do të duhej të zgjidhit mes një sezoni të suksesshëm financiarisht dhe një sezoni me një trofej të madh, cilin do të zgjidhnit? Pa, të dy pyetjet janë gati, njëra pa tjetër nuk shkon. Duhet ta kesh të parën për ta fituar të dytën. Edhe mendoj që i kisha pranuar të dyja. Dhe fillimisht me atë parën, mandej për të vazhduar te e dyta. Se mendoj se nuk mundet pa një pjesë financiare, kur ka të bëjë me biznesin flasim, sepse në sport nuk është ashtu. Në sport duhet normalisht edhe pjesa financiare, por është pjesa dhuntisë edhe punës që do të bësh, se tek sporti ka plot sportistë të cilët nga zero arrin bëhen me trofe, por te biznesi o pak më ndryshe, dhe të kesh mjet e materiale, edhe duhet një kohë më gjatë, dhe besoj që për të arrit për një atë sezon që thatë ju, sigurisht që duhet e para për të krijuar, për të arrit te e dyta. Momenti kur kompania juaj arriti në majat më të larta të biznesit në vitin 2020, bëri një kthes në jetën tuaj. Me mbështetje nga familja, shoqëria e më vonë nga bashkëpunëtorët, arritët sukseset akoma më të mëdha të karrierës tuaj, kryetar i odës ekonomike Veri Perëndimore. Tani, suksesi vazhdon të rritet, dhe më thënë, kulmi i suksesit mendoj që nuk duhet të ekzistohet të biznesi, sepse gjithmonë synon një kulm tjetër. Edhe, por mund të marrim si tillë, dhe në atë kohë arritja e zhvillimit të biznesit edhe të kompanisë në atë nivel ka qenë për atë kohë. Dhe dëshira unë kam qenë në odën ekonomike më herët si nënkryetare dhe si antar i bordit, duke menduar që është një institucion shumë i rëndësishëm dhe qytetarët në përgjithësi në Maqedoni, sidomos shqiptarët, nuk e dinë sa i rëndësishme është oda ekonomike si institucion, i vetmi institucioni i cili është shqiptar që përfaqëson kompanisë shqiptare, që ka aty i qanë halët, dhe më thënë, grumbullon problematikat, i përcjell të qeveria, i vetmi institucioni i cili është aset kombëtar, që është i vetmi për fat të mirë që nuk ka, si që kemi dëgjuar, bëhet një parti, bëhen 10 parti tjera. Këtu kemi një institucion ekonomik edhe ai i vetmi është. Ka edhe tjera, disa odat vogla, të cilat nuk janë shumë rëndësishme, po ky është i vetmi dhe asnjë përçarje deri më tani mbush 20 vjet. Dhe normalisht shokët që isha aty e pan të udhës që t'jem unë si menaxhues, dhe jam i lumtur që kam qenë këto vite aty dhe tani jemi në stad shumë të lartë. Oda ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore është një institucion të cilit komunikon shumë mirë me qeverinë, por edhe është kritikuese mjaft e qeverisë, është një opozitë e ëmbël e qeverisë, dhe vazhdojmë të jemi të tillë dhe normalisht që bëjmë shumë edhe duke edukuar kompanitë dhe për aplikimet të ndryshme, për fondet të ndryshme, për grantet të ndryshme, për ligjet e ndryshme, dhe komunikojmë me kuvendin e shtetit që të disa ligje të përmirësohen, të cilët ta favorizojnë biznesin.
Edhe pse jemi në fund të minutazhit, unë thjesht të doja që t'ju falenderoj përzemërsisht për ftesën që pranuat dhe që treguat rrugtimin tuaj kaq të gjatë dhe kaq të suksesshëm për emisionin tonë. Faleminderit shumë, kënaqësi që ishit, sigurisht edhe për mua respekt që jeni përcaktuar për mua që këtë intervistë ta bëni dhe këtë emision, sigurisht që ju përshëndes juve dhe sukses në emisionet të tilla